Kristalet që në sjellin bollëk sukses para mbarësi, vendoseni ju emrin se çfarë në sjellin, që janë këto kristale që unë kam zgjedhur në mendimin tim, Tiger Eye, Citrin, edhe ndonjë kristal tjetër që unë ndoshta se njoh dhe është pjesë. E kanë vërtet fuqinë për të cilën flitet? Çfarë mendon ti? Mendoj se kristalet janë një mjet ndihmues. Nuk po them që e kanë efektin që të bëjnë milioner dikë brenda ditës, por ka një... Ta them unë që nuk është se nuk jam unë, po, por çfarë bëjnë? Mendoj se kanë një efekt magnetik, si nga fakti që janë kristale gur të tokës, por pastaj qëndron dhe pjesa e personit dhe lidhjen që bën me energjinë, me Zotin, me universin. Pra janë një mjet që personi e shton, ndërkohë që për shembull mund të thoj afirmime pozitive për veten që e ndihmojnë, ose që mund t'i bëj lutje Zotit, sido që ta ketë personi. Pra, kristalet për bollëk dhe pasuri janë? Për t'ia thënë dhe njerë publikut? Po, janë citrina, piriti, aventurina jeshile.